Përshëndetje, në vijim të podcastit Egnatia Kyfeniksi i rilindur, sot kemi bërë një ndryshim. Për një intervistë për jetën, futbollin, karrierën, trajnimin dhe gjithçka tjetër, ka ftuar trajneren e ekipit të Egnatias, njëkohësisht trajneri e ekipit kombëtar të Republikës Shqipërisë për moshën 13 U15, Rabie Totën. Është interesante të themi që një nga piksimimet e zotit Demrozi është dhe futbolli i femrave. Natyrisht që kuptohet është me diferenca të mëdha në kujdesin që tregohet për futbollin vëllezërve me futbollin, po kjo është dhe në Shqipëri. Ne jemi një ekip me të vërtetë që Rabia ka bërë një punë të shkëlqyer vjet dhe për vjet me Egnatian në ndërtimin e gjithë akademiat të cilën do na thot më shumë vetë. Po fillojmë me një pyetje, me pak pyetje për shumë pak për jetën e saj, familjen, shkurt fare dhe pastaj lidhjen me futbollin, si kanë qenë hapat e para të tua? Fillimisht përshëndetje dhe faleminderit për mundësinë. Futbolli ka qenë surprizë edhe për mua, duke qenë se e kam nisur 17 vjeç dhe nuk e kisha idenë që kishte futboll femrash në Shqipëri. Por insistimi asokoj i trajnerit bëri që unë ta filloja edhe të kaloja pothuajse 14 vite të luajtura dhe të nisja pas lënies futbollit të nisja dhe rrugën e trajneres. Ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht shumë e mirë, duke qenë se çfarë kam dashur mendoj që kam arritur dhe ishte momenti që të hiqesha nga rruga me nder. Ashtu si dhe unë, ne të ardhurit në Tiranë edhe Rabia si kuksiane është modeste. Duhet thënë që në fillim se si futbollist ka arritur të gjitha synimet që mund të ketë një futbollist në Shqipëri. Tituj, pjesëmarrje në Champions League, kombëtare shqiptare, futbolliste e shpallur nga më të mirat në sezon dhe tashmë një trajnere me undër 13. Cili është kujtimi më i bukur në këto vite, në këto suksese që përmenda unë? Do theksoja pjesëmarrjen time në Champions League me ekipin kampion të Kosovës Hajvalia. Është një vit që ende e rikujtoj me nostalgji dhe do ta kujtoj për shumë gjatë. Nga familje kush ka ndihmuar më shumë, babi apo mami, apo po të kanë thënë ndonjëherë pse ç'na futboll ti u bëre? Në fakt u dha shtyse ka qenë vllai, ai ka qenë insistimi më i madh që kam pasur për të vazhduar futbollin. Mami edhe sot e kësaj dite më thotë ç'tu desh që fillove futbollin, por që e ka parë që është bërë një diçka shumë e rëndësishme për mua dhe tani më mbështet. Por tani futbolli është bërë pjesë e pandashme. Në shkollë kur ke qenë e vogël, ti apo Antonella keni mundur çunat ndonjëherë në futboll më shumë? Kam përshtypjen që ajo, se është më e vogël. Antonella është kapiteni e skuadrës, do të flasim pak më vonë me atë, po si labe që është edhe ka shtëpinë një 10 kilometra larg meje në Vlorë, e bëra për ta çliruar që nga emocionet se do të vi ajo mbas. Vazhdojmë më tej. Sa ka filluar ky sezoni aktual? Si e vlerëson deri tani përfaqësimin e Egnatias të mira dhe të gjitha, por para kësaj do më thuash edhe dy fjalë, kontributin e klubit Egnatia, presidentit Demrozi dhe tëndin personal për krijimin e Akademisë Femrave? Interesi i klubit ka qenë që në vitin 2022, kur shprehu dëshirën për të pasur një ekip femrash. Siç më the, me drejtorin. Me drejtorin Kledi Zenilaj. Patjetër ka qenë shumë e vështirë, por me mbështetjen e klubit ka qenë një lehtësim, duke qenë se mbështetja e tyre ka qenë e pakushtëzuar ndaj atyre gjërave që unë kërkoja. U plotësuan kushtet dhe vit pas viti, është sezoni 4, ne aktualisht jemi 4 ekipe gocash, është U13, U16, U17 dhe ekipi parë. Ka qenë një sfidë më vete, por është diçka që kam dashur që nga fillimi dhe uroj t'u shpërblej atë besimin dhe vlerësimin që më kanë dhënë, duke qenë se është klubi kur unë dua të largohem në të ardhmen duke i dhënë një trofe. Sepse e kam shprehur dhe para disa vitesh në një intervistë tjetër që dua ta marr një klub nga zero dhe jam e sigurt që dhe me ndihmën e presidentit do arrijmë të bëjmë mrekullinë si thua të futbollin e femrave, që të ndjekim dhe rrugën e ekipit të parë të çunave që për një periudhë të shkurtër kanë bërë historinë dhe urojmë të shkelim në rrugën e tyre. Shkurt, në ç'aspekt aspekt ti mendon se ka përparësi, ka efikasitet puna me skuadrën e vajzave? Në cilat gjëra? Në rezultate, në grumbullim, në pjesëmarrje, në imazh apo?
Është viti 2 të radhëzi që ekipi i parë i vajzave merr pjesë në kampionatin kombëtar. Viti i parë mendoj që ishte i suksesshëm përderisa ne arritëm të kualifikohemi në finalen e Kupës së Shqipërisë dhe të jemi në renditje në vendin e 5 në rang kombëtar të kampionatit. Këtë vit synimi ishte ndoshta për më lart, por janë disa procese të futbollit që kërkojnë kohë edhe kërkojnë ndoshta më pak durim për të vijuar dhe për të arritur ato që ne dëshironim. Por mendoj që jemi në rrugën e duhur, paçka se ndoshta këtë vit rezultatet nuk ishin ato që dëshironim, duke qenë se dhe shorti nuk na favorizoi, por ishte si thua një malore, 4-5 ndeshjet e para, por unë jam e kënaqur me grupin, me vajzat, sepse kanë treguar një lojë bashkëpunuese shumë të mirë dhe për mendimin tim po luajnë futboll. Rezultatet do të vinë, por jam e sigurt që jemi në rrugën e duhur. Vajzave sikur trajnere, profesore, mister, si do të drejton për më kështu. Ti pak më parë më thej që jam modeste, por realisht jam modeste. I kam lënë të zgjedhin vetë si të më therasin, nuk është se duhet Nuk është se duhet të jenë të detyrora të më therasin zysha apo kështu. Me shumicën e tyre kam ndarë dhomat e zhveshjes kur kam qenë lojtare dhe më kanë thërritur me nofkën tota, me të mbiemrit, edhe disa prej tyre më therasin ashtu, disa zysha, pastaj profe, por që është diçka që e krijon vetë atë marrëdhënien edhe javën e kaluar u bë mbrëmja gala për çmimin e topit të artë. Mund të jetë rasti vetëm Shqipëria që 2 vjet rresht merr trofete shumëta Egnatia, pavarësisht se skena u mbajt nga Egnatia, ishte thelbi i fitoreve. Kur do kemi një gocë që të na marrë një titull, Golshnusi, Golin e Artë, e spikatura, ekipi. Me vizionin edhe me mbështetjen. Ta ndryshoj. Pra në këtë aspekt më thuaj me evidentuar disa nga ne u takuam bashkë te mbrëmja gala, se ti si trajnere e ekipit kombëtar do të ishe atje të femrave, unë ndër 15. Besoj u ndjeve mirë me çmimin që mori Egnatia, por mendoj se mund të jemi vetëm i vend në botë që Egnatia 2 vite rresht fiton titullin kampion. Lushja 9 vjet, 16 gola, 2 më pak, fishnon 2 gola kundër Vllaznisë, e tjera dhe pusa erë se mori, por çmime morën plot amang. Me këtë rast, kur do vit dita që ndonjë nga vajzat tona atje? Me vizionin e presidentit dhe absolutisht me mbështetjen që ai jep edhe do t'jap edhe në të ardhmen, jam e sigurt që do jetë shumë shpejt. Shkurt fare, çfarë filozofie mendon ke, apo se të gjithë themi që skuadra se ka marrë formën e ideve të trajnerit, të profesorit, të kështu. Po për të gocat, çfarë filozofie, çfarë të pëlqen, çfarë loje, ku e synon? Shkurt fare. Një trajner do të punoj me ekipin në bazë të lojtarëve që ka. Unë aktualisht tek ekipi i parë po e theksojmë, janë lojtarë shumë të mira teknikisht dhe e pëlqejnë që ta luajnë topin, ta qarkullojnë topin nga poshtë. Dhe këtë futboll dua dhe unë me pasime të rrjedhshme dhe të shpejta për të dalë pastaj për të finalizuar. Lojrat kanë qenë të mira relativisht, ato idetë mia që kam dashur t'i përçoj te këto mendoj që janë përthithur, por ju thash, ndonjëherë loja që luhet me rezultatin nuk përkojnë, por jam e sigurt që ai ngërçi psikologjik në bazë të shortit vështirë që na ra në fillim, mendoj që fazën e 2 do jetë më i lehtësueshëm. Si është bashkëpunimi juaj me stafin teknik dhe me drejtuesit e klubit, pra me presidentin Demrozi, me Kledin, por edhe me gocat dhe realisht këtu që të mbyllim dhe një pyetje tjetër. Desha me pak fjalë rolin e Anila Bashës në zhvillimin e futbollit femra, por dhe kujdesin e jashtëm të presidentit të Duka dhe ka ndonjë gjë që duhet të bëjnë më mirë. Po. Filloj me klubin. Po, klubi pavarësisht se gjithë vëmendja është e ditur që është më shumë tek ekipi i parë, por absolutisht pa lënë minjan edhe ekipet e gocave që na janë gjendur afër në çdo moment dhe në çdo mundësi që ne kemi kërkuar. Për sa i përket zonjës Anila Basha,
është mendoj një shtys më shumë për të përparuar futbolli femrave, ka bërë mirë deri tani, por jam e sigurt që në të ardhmen dhe në vitet në vazhdim do të bëjë akoma më mirë për të suportuar futbollin e femrave. Duke qenë se futbolli i femrave është një sektor që ende shikohet si tabu në Shqipëri. Duhet më shumë investim nga klubet përkatëse të Superligës dhe të ketë një frym tjetër, plus që të merren më shumë edhe lojtarë nga jashtë, ndoshta edhe brenda për të ringritur akademitë. Por duke qenë se qëllimi që i kam vënë edhe vetës është që të nxjerr produktet nga akademia. Anila Basha mendoj që ka bërë një punë relativisht të mirë, por jam e sigurt që vitet në vazhdim do të bëjë akoma dhe më mirë, duke parë edhe mbështetjen që i ka dhënë futbollit të femrave. Edhe në bazë të mbështetjes të presidentit, zoti Armand Duka, jam e sigurt që futbolli i femrave këto vite të ardhshme jo shumë të largët, besoj do të ketë ngritje, duke parë edhe mundësitë plus edhe kushte që u ka vënë ekipeve të Superligës së futbollit çunave që do të kenë patjetër akademi vajzash, dhe kjo sjell një rritje të produktit vendas, duke u krijuar dhe ofruar kushtet më minimale që mund të kërkojnë, por edhe për të nxjerrë produkt vendas. Okej. Se do na bërtas Antonella pasaj që për tikur. Tani do të thoshja, cila ndeshje të ka ngel në mendje, jo si më vështira, po thosh, si se faktova këtë drejt ndeshje deri tani në karrierën tënde, si trajnere me Egnatia. Finali e kupës apo në një tjetër? Po të flasim për të dyja sezonet, ndeshja që më ka mbetur peng është ndeshja kundër Teutës, sepse realisht bëm një super ndeshje të mirë dhe më erdhi keq nga mos vëmendje e duhur, nga mos përqendrimi i duhur, arritëm të hanim ato gola, por që gocat luajtën shumë mirë, gocat ju përshtaten ideve dhe krijuan një volum loja shumë të mirë. Ndoshta ajo ndeshje më ka ngelur pak peng, por që jam e sigurt që në të ardhmen do e rikuperojmë. Profesore, si e menaxhoni dhe si presionin dhe pritshmëritë gjatë kampionatit? Si bën gocat për ruajtjen e disiplinës, por edhe për të përballuar një kampionat ku konkurenca janë skuadra shumë të forta, sidomos i vjet, ke Gramshin, përtej Vllaznis që është institucion në futbollin e femrave, ke Gramshin, ke Teutën, ke Partizanin, e këto gjëra është rritur ajo. Duke qenë se kampionati i femrave aq goca jemi dhe njihemi me njëra tjetrën, por është edhe çështje e frymës së grupit. Aktualisht domethënë Egnatia mund të jetë një ndër ekipet me frymë më të mirë të grupit. Këtë nuk e themi vetëm ne që jemi brenda, por edhe faktorët e jashtëm, sepse shihet edhe në fushë që mund të jetë një ndër ekipet më model në kampionatin e femrave. Por motivimi vjen nga fakti që ju thash, është një ekip teknik dhe është një ekip që duhet vlerësuar. Ju thash do kohën e vet, do durim, por jam e sigurt që do vinë shumë shpejt edhe këto. Por motivimi ndaj atyre nuk mendoj që është shumë i vështirë, por në të njëjtën kohë edhe i vështirë duke qenë se jemi femra dhe është e vështirë për të gjetur në një mendje. Se më do gjë pyetjen. Fol pra. Cila është vështirësia e futbollit të femrave sot të zgjerë? Vështirësia është krijimi i kushteve sa më minimale që dhe lojtarët të jenë më në formë, por edhe të jenë më rehat për të kërkuar maksimumin. Ndoshta duhet të mësohen më shumë për presionet e ndeshjeve, duke qenë se sa vjen e rritet shkalla e rrezikut, edhe mendoj që kjo është ajo vështirësia më e madhe që mund të hasim. Presionin e një ndeshje të vështirë, që absolutisht na ka ndodhur edhe ne, por do thoja edhe femra si natyrë është e brish dhe kur pëson atë golin në fillim të ndeshjes, të vjen shumë vështirë për të reaguar edhe për të ecur përpara. Bëjmë dhe një publicitet për sponsorat tanë, sepse ndoshta ekipi juaj nuk ka provuar shijen e sponsorave, po mendojmë që vitin tjetër edhe përmjet sa interviste të vinë një sponsor të afrohet. Publicitet dhe një për sponsorat e Egnatias. Profesore, edhe njërë tjetër, e parë në këtë këndvështrim të gjithë thoshja, cilat janë, apo sa besoni ju për talentet nga Futbol Klub Egnatia që mund të kapin ekipet kombëtare? Ka vajza? Po. Cila janë skuadra që kanë pëlqyer më shumë në Europë që ti bën tifoze dhe pse?
Unë jam rritur duke qenë tifoze e Milan. Shumë. Ekipi kundërshtar në Itali tek ty. S'ka gjë, dajake në ngrënë. Dhe lojtari që më ka bërë të jem tifoze është Kaka dhe Pato, por njëkohësisht jam pas Milanit është edhe Real Madridi që bëj tifo. Nuk besoj se është me Milanin se ja tha Kaka. Kaka. E presim atë. Ricardo, jo nuk e presim. Ricardo Kaka, një yll i vërtet, po është ka qenë dhe simpatika i, prandaj kjo ka zgjedhur. Po futbollisti bëhet bashkë me bukurinë, talenti dhe bukuria, po edhe një djalë shumë i edukuar dhe një familjar i shkëlqyer, i cili për sportin, për familjen, në fund fare sakrifikoi sportin. Po. Ndërsa në Shqipëri, përveç ekipit të vendlindjes time Kuksi, patjetër që bëj tifo për Egnatia, duke qenë se ka patur një zhvillim të viteve të fundit që është për tu vlerësuar dhe për tu duar trokitur. Edhe kaq. Më ke ditur shumë pyetje, edhe një desh ma dogje. Ç'do të thotë për ty sistemi e Ignatias? Edhe për mua. Do thot atë që në Shqipëri, përveç ekipit të femrave të Ignatias, unë nuk trajnoj asnjë ekip tjetër. Ignatia është dominimi i futbollit shqiptar. Ignatia është një klub modern me infrastrukturë, që është duke u zgjeruar për të marrë edhe më tej në të gjitha aspektet. Ignatia është vend e skuadra ku njerëzit gjin vetveten dhe siç e dini, vetëm Ignatia ka çuar futbollist në Serin A si Alian Sherrin, vetëm apo edhe Veseli në Serin B. Vetëm Ignatia ka çuar lojtar në ekipet më të mira të Europës dhe ky është një lajm i mirë. Prandaj kjo sistem është bërë e rëndë, e madhe dhe e vlefshme. Mesazhi i do jepje vajzave të Shqipërisë, të Ignatias të Shqipërisë, pse duhen merren me sport të vajza? Duke qenë se futbolli po përhapet dhe nuk është më në atë mentalitetin që e kam hasur unë në moshën time, por du sugjeroja që të merren me sport përveç fakti që të largohen teknologjisë edhe të shfrytëzojnë atë 2 orë apo 3 orë tek ambientet sportive, por edhe duke qenë se mundësitë tani janë shumë më të mira se sa më përpara, dhe pse jo në të ardhmen të ndjekin ëndrat e tyre dhe të realizojnë duke luajtur dhe me ekipin kombëtar, por edhe me ekipet jashtë vendit. Fatos, shikon çfarë bëre? Kjo s'shko fare mua, s'kur bëj pyetje tani, e hipnotizova dhe ti. Le se kemi tonë, kam bashkëpunëtore nga më të mira. Si një bashkëpunëtore shumë e mirë dhe për ekipet kombëtare, do më thoshi, 2 fjalë të femra. Doja të thoja që pavarësisht se ekipi i gocave të Ignatias në fillime ka nisur me mosha që kanë dalë nga bankat e shkollës, sot numërohen disa që janë për ekipet kombëtare dhe po japin një kontribut për të vlerësuar, por urojmë që ky numër të shtohet, sepse i gjithë qëllimi i akademisë është të prodhojë element qoftë për ekipin kombëtar, qoftë edhe për ekipin e parë. Pavarësisht këtë pyetje fundit ka ndonjë pyetje pak kështu, pak fare, jo shumë. Po në një kështu kalor princ të kaltër edhe këto kur do të shkojmë ty apo në altar, kur do të shikojmë? Apo ende jenë në karrierë kështu? Të shohim nëse ngjyrat e Ignatias janë një augur i mirë, jemi në pritje akoma. Do të thënë se edhe pyetja e fundit kjo do të ishte pak a shumë. Si e shihni të ardhmen tuaj dhe ekipit femrave të Ignatias? Patjetër që ndoshta do vi momenti që edhe unë të largohem, por para se ta bëj këtë gjë, dua ta lej Ignatin në një vend të sigurt dhe dua ta lej aty ku e meriton dhe të ketë një histori për të përmendur në të ardhmen. Si tu duk loja me Dinamo? Isha në stadium dhe më duk një lojë shumë e mirë që Ignatia meritoi plotësisht fitoren, duke dhënë 2 goditje në momentet më decisive të ndeshjes, por edhe këtë vit mendoj që Ignatia është ekipi për të mundur. Shumë mirë, falem dhe po unë harrova pak. Po mësoj edhe 2 fjalë për profesorët e Tovës, se është viti 2-3 që shpallet trajneri më i mirë i vitit. Patjetër, Tetova është ai gur themeli që ka udhëhequr ekipin në këto tituj kampion dhe është një ndër trajnerët më të mirë në Shqipëri. Fillimisht i uroj shërim të shpejt, duke qenë se pati një situatë jo të mirë shëndetësore, por që tani po e merr veten dhe uroj të rikthehet në atë gjendjen optimale që të udhëheqë ekipin përsëri drejt titullit kampion. Do bësh një përshëndetje për gjithë skuadrat e tua, vajzat e tua. Me emër, me mbiemër, me çfarë duash, vetëm me emrat. S'ka rëndësi kë ke xhan më shumë, kë do më shumë, po për gjithë Patjetër, përshëndesin të gjitha ekipet e Akademisë Ignatias femrave
Të çunave absolutisht, të ekipit të parë, stafin, presidentin, patjetër edhe ty. Një vit. Në rregull, po vajza emra thash. Më jep sa emra vajzash. Sa më të mbar. Më jep sa emra vajzash. Emra vajzash. Futbollistesh. Po të jap dy emra tek U13, 2 tek U16 edhe kështu me radhë. Po të jap Ema Mustafaj tek U13, Erla Fezullah tek U13 përsëri, tek U16 Izara Kodhelaj dhe Francesca Hysenllari, tek U17 Emi Maksuti dhe Argesa Avdiaj, tek ekipi parë Borana Barçi, duke qenë se është produkti i akademisë, është viti 4 që është me ne aktualisht tek ekipi parë, ka kaluar në ekipet zinxhir, aktualisht edhe zëvendëse e klubit. Po jap edhe Lorena Likullari. Po. Kapitenën po ta lë ty në radhë pastaj dhe të shohim a do më përshëndes mua. Po kemi edhe një gocë që vjen patriote, kushurire e largët e Ahmet Zogut, po ajo. Apo këta nga Burreli ke kështu. Këto nga mati janë pak jo të kapshëm, nuk e gjeti kohën që të vi duke qenë se po ndjek studimet e larta. Në fakt, hajde pak këtu, të dyja. Neve kemi këtu, pas pak do kemi në intervist Antonellën, kapitenën e skuadrës, por kemi dhe një futbolliste tjetër të talentuar e cila do të vinë, hajde një hajde. Zëvendës kapitenja Borana, për cilën përmenda emrin. Ti kemi këtu, hajde në te, nata vini këtu mbas nesh, edhe të përshëndesni edhe ju shoqet e skuadrës edhe kjo është Borana, kjo është Antonella, ne do themi kështu në një herë të ndërru. Forza Ignatia. 1, 2, 3. Forza Ignatia. Kjo ishte intervista me trajnerin e ekipit under 15 kombëtares Rabie Trolltan. Kjo është intervista e parë për kanalin YouTube zyrtar të Futbol Klub Ignatiës. Kjo është një intervist edhe në rast të parë për të çuar mesazhe që jo vetëm federata, jo vetëm shoqëria shqiptare, po të gjithë njerëzit të kishtojnë vëmendje mbështesin ekipet e futbollit. Natyrisht edhe sponsorat. Futbolli femrave është edukim, është forcë, është dinjitet, është për të larguar vajzat apo për të dhënë forcë dhe karakter, për të luftuar dhe kundër dhunës, dhe kundër racizmit, dhe kundër diskriminimit, përse jo edhe për raportet të tjera në edukimin e tyre për t'i bërë më të zonja. Ju faleminderit dhe mirupafshim. Përshëndetje, një intervist që nuk besoj të vi më te Ignatia, te ky futbol klub i presidentit Demrozi, me futbollin e femrave. Kur thash nuk do të vi më, sepse jemi dy lebër, dy vlonjatësh, unë edhe Antonella, po të dy tani jemi kë me kokë me Ignatia në tifoz. Si jemi me flamërtari. Duam Ignatia, duam skuadrën tonë. Dhe jo rastisht kam Antonella Kostaj, kapiteni e skuadrës, një futbolliste polivalente, e vogël po energjike, luftarake, por edhe që ditë mbaj përgjegjësinë si kapiten e skuadrës. Antonella si ke nisë të futboll, dhe kush në hapat e para të ka ngel në mendje që ka qenë jo vetëm si shembull, po edhe si mbështetës. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Nuk është ftesë, këtu jemi te klubi Ignatia, jeni të shtëpisë tonë, jeni këtu, është kënaqësia jonë dhe ju, kjo që po bëni ju, është një mesazh që do vej për gjithë vajzat e Shqipërisë, por rritjen dhe imazhin e klubit të Ignatias. Prandaj ju faleminderit Ignatia që ti je këtu sot. Se e meriton. Po. Pyetjen ta bëra. Fillimet e karrierës i kam patur në ekipin e Apollonis në Fier. Atëherë shihej si një çudi që vajzat të merrnin pjesë në futboll. Dhe ne pak si lebër që jemi, duket pak çudi e madhe që një prind të lëri vajzën të merret në futboll. Por baba im duke parë dëshirën time të madhe dhe pasionin, më gjeti mundësinë që të futesha në një ekip si ekipi i Fierit. Në fakt ky punë e opinionit dhe duke llogaritur dhe raportin e maskimalizmit shqiptar që ka vështirë Antonella. Po. Në vitet më përpara ka qenë shumë e përhapur kjo pjesë. Aq më shumë që edhe kushtet e sigurisë kur luani Juve nuk është se ka ndonjë
Tashimi fal BBC-s kolonel Danit, Naim Danit, është i rritur pak, po prapë se prapë ka qenë problematike. Po, kanë qenë goxha problematike, por e mira është me kalimin e kohës, gjërat po marrin për mirë. Po ti e mirë sepse ju e keni mirë të paktën se ne jam mësuar se duke që nga Vlora ti je si Aleksi, kur shajnë bësh më fort, më mirë ju vajzat. E kemi si motivim. Edhe modeli është Aleksi për këto gjëra, se sa më shumë e shajnë, aq më i Zoti ditë ndaj me këto plusje në Shqipëri. Pra, në familja jote i babai ka qenë një nga mbështetësit kryesor. Rastësi te Ignatia me gjithë gocat apo kjo shenjë, jo e modestisë, shenjë një dashurie apo një objektivi për të qenë për të bërë diçka të mirë dhe për të ngel në elitën e futbollit femrave? Po vazhdojmë. Duke marrë parasysh totën e njëja edhe nga fusha sepse kemi ndarë edhe dhomat e zhveshjes bashk, më bëri një ofertë ku donim të bënim diçka të mirë. Ofertave të bënim diçka të mirë në futbollin e femrave. Po, kjo futbolli i Ignatios, rezultatet e Ignatios, presidenti Demrozi. Po pritet kisha vajt akoma. Vajte, s'ka gjë. Ja, kjo është intervistë e vërtet labia, jo si ishte e kupton si ishte? Ja, kjo është e thjeshtë, e lirë dhe sinqert, po si ishte. Duke më bërë një ofertë shumë të mirë, duke dashur të bënim diçka të mirë, duke qenë se Ignatia, siç e tham, është një fuqi tashmë në futbollin e meshkujve në Shqipëri. Po dikton futbollin. Po dikton futbollin e meshkujve në Shqipëri, atëherë ne donim ta bënim edhe tek femrat diçka të tillë me mbështetjen e madhe të presidentit. Do të bëj një vërejtje gjyqësore në gjuhë. Vajzat, shequr termi femra, edhe në UEFA dhe në FIFA, thuhet futbolli i vajzave. Futbolli i vajzave. Femrat është shumë mirë, sepse është shumë, po vajzat është më elegant, më pak delikat, më pak fin. Po, tani, një pyetje tjetër që kam tu është, si është loja në skuadër? Cila është përgjegjësia jote dhe si ja del të merresh vesh me këto goca, edhe me trajnere për të transmetuar gjithçka në fushë? Mendoj se çelësi i gjithçka është komunikimi i mirë që kemi me njëra tjetrën. Dhe kjo më ndihmon dhe mua shumë për ta marrë përgjegjësinë më lehtë. Në kuptimin që vajza duke më ndihmuar mua dhe për mua bëhet gjithçka më lehtë. Si është raporti me shërbitjen me vajzat, kohë e keqe, kohë e mirë, fusha ato? Si e përballoni dhe ka qenë ndonjë ditë që ke ngel ose ke thënë dreqi e mori kjo kohë mizerie, mi torturoj vajzat? Shoqat ju. Po, mund ta kemi thënë këtë në momentet që ka pasur një kohë të keqe me shi. Ajo po gjithsesi kur jemi bashkë ja dalim ban, nuk e kemi problem shi. Më të mirë që mban mend që s'do ta harosh deri tani. Disa. Ndeshjen më të mirë? Një. S'ka rëndësi të jetë më e mira, një nga më të mira që ty të vjen ndërmend, një fitore që kur keni fituar të ka shijuar shumë. Mund të jetë ndeshje me ekip të dobët, po që keni bërë shumë gola. S'ka rëndësi, unë them një ndeshje. Një ndeshje. E ka pakesa, thosh, s'kam frikë, thua çfarë pyetje të dua, shikoj. Nuk mund të pa përgatitur për këtë pyetje. Nuk mund të them pavarësisht rezultatit, në zgjidhja ndeshjen më të mirë dhe që besoj se unë jam kënaqur më shumë është ndeshja e vitit të kaluar që ne kemi bërë ndaj ekipit të Gramshit, që pretendonte të ishte kampion dhe për mua ka qenë një ndeshje më të bukura që ne kemi bërë. Një nga kundërshtarët që të ka lodhur më shumë, që të mërzit më shumë, që ke thënë drejt, ku më doli kjo përpara? Do të zgjidhja Klea Monika e ekipit të Apollonisë. Është një lojtare shumë e fuqishme. E ke një lidhje kështu me Apollonin, sepse ta dish që edhe unë kam pat në fillim ca raporte nga Koço Kogdhima, duke qenë gazetari i sportit shqiptar, kam parë shumë ndeshje të Apollonia bile, profesore, kam një rast shumë për të qeshur se ty s'të gacmova shumë, po. Luante Apollonia më duket me Kuksin o me Laçi, nuk e mbaj mend, edhe portieri nga minute 16 e 12 i Fierit doli jashtë, la ndeshjen duke qarë. I them, çka, ikolo, se po dalësh jashtë nga fusha e ditë, që del me karton të kuq, po. Edhe e mbajt atje, ka lënë dashnorja, tham, ka lënë dashnorja, s'luaj dot ta. Edhe bëm mbledhje pastaj. Po e kthyem në fushë. Priti shumë mirë atë ndeshje.
Po ju vetë, ka rënë një rasti që të gjendesh jo në jetën tënde personale. Ka rënë një përgjegjësia që të zgjidhësh situata të vështira psikologjike të shoqeve të skuadrës brenda lojës dhe tu ke vash afër dhe ti ke kthyer në këto. Jo në këtë shembull. E kuptoj. Po, ka raste edhe që ndodh se ne vajzat zakonisht jemi goxha emocionale si natyra dhe ndonjëherë duhet të bësh edhe pak psikolog i ekipit. Desha të dija edhe një pyetje fare kështu, si e rëndësishme është puna të moshat e reja sot, sepse e vërtetë është që Apolonia bën punë të mirë në akademi, dhe çfarë mendimi ke për këtë grup vajzash për të ardhmen e tyre të Futboll Klub Egnatias në përgjithësi dhe tani pastaj mbyllim me këto. Puna te moshat është shumë e rëndësishme pasi aty është baza. Nëse ti do të ndërtosh një ekip shumë të mirë, si ekip të parë, duhet të kesh një akademi që bazat jenë vërtet mira. Kështu që duhet punohet goxha me mosha, duhet kushtohet një rëndësi akoma më e madhe. Antonella Kostaj, publicitet, rikthehemi. Nëse do të pyesja cili është roli i edukimit sportiv dhe njerëzor të vajzat në këtë shoqëri sociale që kemi, ku ti e ka provuar vetë në që aspekte edukohen, ndihen mirë vajzat? Vajzat letë, është pyetje thjesht mos. Ndihen mirë kur kanë një mbështetje. Mbështetjen e kanë kryesore, duke qenë se ne jemi një shoqëri maskiliste, edhe kur kanë një mbështetje, ndihen shumë mirë dhe japin akoma më shumë. Kur themi këtë gjë, te vetbesimi besoj, edhe vetbesimi, po edhe largoheni, domethënë duke marrë me sport largohen nga kompjuteri, largohen nga jeta sedimentare, largohen nga droga, largohen nga të gjitha dhe një trup i shëndosh ka dhe mendje të shëndosh, edhe fizikisht është një teknologjia është bërë një sëmundje tani edhe është pak e vështirë që të heqin dorë. E thash pak më parë dhe se përsëris pse ka rëndësi klubi Egnate dhe sistema që ke ty dhe cili është koncepti apo falënderimi apo raporti që ti ndihen ta thuash për president Demrozi dhe pjesëtarë të tjerë stafi? Egnatia, domethënë tek Egnatia unë kam kuptuar se si është ti je një familje të gjithë bashkë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po si mendon ti do ta mundim Partizan me që se këtu pa kalon drejtori media së Partizanit? Tani, unë nuk duhet të tregojmë arrogante, por mendoj që po, do ta mundim. Profe, përshëndetje, jemi intervistë me kapitenën e Egnatias. Respekte. Fitof më i miri sot. Pra, duke zgjeruar që më tek të pjesën që e rolit të sportit dhe edukimit në përgjithësi, të kalojmë tek pjesa tjetër këto, prap në një gjë teknike të skuadra. Si menaxhon Antonella ti bashkëpunimin, se nuk i përgjigjem pyetjes si thash për president, po themi këtë, bashkëpunimin e grupit brenda, bashkëpunimin e grupit brenda në skuadër. Unë mendoj se Chelsea që ne kemi arritur suksese ka qenë harmonia që kemi me njëra tjetrën dhe komunikimi. Okej. Më thuaj skuadra që bën tifozë ti? Milan, edhe Milan. Po. Edhe Milan. Që për shumë, i ke bërë si vetë, të pyet aty, lere. Antonella, tash jemi në mes të sezonit, u mbyll sezoni futbollit të vajzave. Kur do të shikojmë njerë me një trofe? Po dëshira ime më e madhe kjo është që të arrit të fitoj një trofe me Egnatian, por të shojmë avash, është një proces. Do kohën e vet. Çfarë do më thoshi për presidentin Demrozi me një fjalë? Me një fjalë? Me ty. E falenderojm shumë për mbështetjen e madhe që na ka dhënë. Vizionar, korrekt, e gjitha. Unë kam një mik aty ke ju, që e ka inat median dhe popularitetin dhe për të dalur këta. Është një, që unë mendoj është një plet punëtore, po thuaj një Hekoran dobra, po, për Hekoranin. Unë mendoj se Hekoranin e kemi mbështetësin tonë më të madh. Nëse do të ishte një ditë e zakonshme, si e kalon?
Antonella, me servitjen, Po, me shoqërinë, me këto. Dhe këtu më thuaj edhe cilën ke shoqen më të mirë, që ndihesh mirë. në ekip, E, që ndihem mirë. në ekip, pastaj shkolla në jetë. Një ditë time të zakonshme kaloj duke i kushtuar rëndësi pjesës që më vjen mbas dite që është stërvitja. Domethënë që na mëngjesi e nisim që të na vej sa më mbar mbasditja. Bëjmë pak publicitet. Pas këtij publiciteti për Sardi Energji SHPK, për Demrozi Konstruksioni, që janë dy sponsorat general, korrekt dhe mjaft serioz në fushat e tyre të veprimtarisë tregtare, për Hotelu Ivaran, një qendër e rëndësishme dhe mjaft e suksesshme, por edhe për Giardino Relata, e cila është, ka thënë dhe një herë tjetër dhe gjithmonë e mbushur plot asortimente, si dhe për Dosku kompani, Toku Elektrik dhe patjetër Asparak. I rikthemi fundit të intervistës dhe me Antonellën, se nuk është si labet që flet shumë, sepse tash ka veshur kostumin e Egnatias, dhe kostumi e Egnatias është përgjegjësi, është butësi, është mirësi dhe është fitore, fitues, është një ekip fitues që po dominon futbollin shqiptar. Dhe ç'na do thoshe nëse do të kishe një dëshirë më thjeshta, më bukur për Egnatien e meshkujve, dhe cilin futbollist ti ke Egnatia e meshkujve, apo që luan në pozicionin tënd, apo që të pëlqen? Dëshira ime dhe një urim për ekipin e meshkujve është që të vazhdojnë kështu, dhe të jenë ata liderët e kampionatit shqiptar dhe për një farë kohë gjatë. Do jenë kohë gjatë ata, me vizionin që ka presidenti Demrozi, do jenë shumë kohë gjatë, ashtu siç ka bërë skuadrën, ekipin në stadionin. Po, çfarë numri luan? Ti luan 8, luan 6, ku je? Siç e thatë ju jam polivalente. Këke, nga ekip, aty janë gjithë kampionë, se aty s'ke kë për këtë do thuash, për Gjemalin apo Sotën, për këtë do thuash për mesfushorët e talentuar, sidomos Fernando, Emeral, Alexi, Kasiriot Selmani, Bakayoko, Gruda, Albaneze që besoj të pëlqen, se dhe i shkurta që i këshu, e vazhdoj me Ndrecën, me Fangan, me Ajmen, me gjithë ka shumë, po kush ai që thua, ti du të ngjaj, kë më pëlqen, kë më mbush me emocion. Ti ngjaj. Jo të ngjaj. Arbeni Xhemali më pëlqen më shumë. Diga e mbrojtjes tonë, është një futboll, unë kam bërë goxha përpjekje me Federatën e Kosovës, është një fatkeqësi e madhe për vetë federatën që nuk e fton në një ndeshje një herë e ka ftuar, po Arbeniti me të vërtetë është një futbollist i nivelit lart që ka treguar në ndeshjet e Europës me Egnatian, po sido, përveç kampionatit bisnet superiore, por edhe ndeshjet miqësore me Interin dhe me Napolin ka treguar që është gati për ato futbolliste. Më pëlqen zgjedhja jote. Që do thoshim për të ardhmen dhe çfarë dëshire ke, këtë do të përshëndesësh nga klubi, skuadra, familja? Babin do ta përshëndes unë. Dëshira për të ardhmen është që të arrim të fitojmë diçka në ekipi vajzave, një trofe, ose edhe 2-3, nuk ka problem. Po që kjo është dëshira më e madhe dhe përshëndes gjithë gocat e ekipit, gjithë Akademinë Egnatia dhe në veçantë presidentin. Më pëlqeu kjo gjë sepse Borana dhe profesoria e miratuan 100%, edhe që ti po the për të fituar jo 1 po 2-3. Që kjo harmonia që kemi me njëra tjetrën do na japë. Keni filluar dhe mirë kuptohen edhe pa folur. Mirë kuptohemi shumë mirë. Një urim për ndeshjen e sot me Partizani, me Egnatia Partizani, një parashikim? Parashikim? Po. 3-0 për Egnatia. Tamam labe. 3-0, jo, edhe 2-0 shumë mirë është, edhe 2-1 shumë mirë, po ne do fitojmë, kjo ka rëndësi. Shiko, janë gati për stërvitje, janë pak bonë, është herë e parë, po do të kemi prapë mundësi që të rrim më gjatë me Antonellën këtu, edhe me Boran dhe me gjithë vajzat e tjera, po edhe akademisë. Kjo është një nismë nën kujdesin e presidentit Demrozi, që të bëjmë prezent, po edhe të tregojmë që jemi një klub shumë i ndërtuar si europianët. Jam shumë i lumtur, shumë i kënaqur që të kisha këtu me mua në këtë podcast Egnatia Kyfeniksi i Rinlindur,
dhe shpresoj të rishikohemi dhe do të vi sa më shpejt në ndeshjet tuaja, të shikojmë. Suksese! Suksese gjithë Ignatias! Faleminderit! Mirupafshim!